Pasi që grupi Etnon ishin ndër të 5 nga më të klikuarit në kanalet të YouTube-s, ne vendosëm të bëjmë një intervistë për mbledhse me ta. Përveç të tjera, ata na tregojnë se në cilin shekull do të donin të jetonin dhe nga çka kanë fobi. Grupi Etnon, apo si njiheshin më herët Etno Engjujt, vazhdojnë të jenë një ndër grupet rap më të kërkuara dhe pas 17 vitesh karrierë. Tani ata formuan dhe labelin e tyre të quajtur Blackfish Entertainment. Ata u rikthyen këtë vit me një album, videoklipe dhe bashkëpunime të realizuara me sukses të madh. Bile e cilësojnë dhe si suksesi i tyre më i madh. Kështu ne realizuam një intervistë me anëtarët Gensin dhe Milotin. Së fundi ne realizuan videoklipin e këngës Përgjithmonë në SHBA. Më shumë rreth kësaj kënge na tregojnë vetë ata. Ne tregova një pjesë që domethënë klipi është bërë në Amerikë, kohën kur na kemi bërë, domethënë një turne kemi pas atje. Është xhiru prej Blackfish Entertainment. Kemi zhvilluar një pjesë atje ku kemi dashur të pas një prapavijës, një background të vendit atje dhe pse jo me shfrytzuar dhe një musafire që është në klip, që do thotë pak me tendenca që me ndryshu për asaj që zakonisht e bojmë këtu, kështu që ka dalë diçka e mirë e lezetshme, konga fillimisht është pëlqy edhe veç edhe pak klip faktikisht, derisa ka qenë pjesë e albumit, kështu që ne kemi dashur që njerëzit që ju ka pëlqy konga me pa dhe vizualizuar. Por sa i përket albumit Seven Captors, çka na tregojnë më shumë? Po çdo informata më mirë është për internetit me marrë me pa sa është konsumu. Edhe pse kjo kohë të fundit kjo puna klikimeve ta degeneruar mjaft, po na nivë vetë që jemi për aty në grupeve që nuk kemi rrit shifra kur nuk kemi bën ndonjë lojë të mrapsht asnjëherë. 10 milion e 200.000 klikime për ma pak se 6 muaj këtë kallëzën çfarë curie ka pas albumi përgjithësi. Duhet kombinu edhe me raportet e shitjes që na i kemi për gjithë Kosovën, sepse Blackfish përmes sektorit distributimit që është gramafon që thirrën, e bën edhe nxjerrën në shitje. Dhe kështu që janë përputhje dy shifrat që vijnë, dy llojet e shifrave. Klikimet gjithmonë janë më shumë se sa numri i kopjave të shitur, po megjithatë kur jetojmë edhe një ngritje dhe një numër kopjave të mëdha të shitur, atëherë shohim se gjithçka është në proporcion. Mbetet ndër albumet tona më të mira që ka kaluar ndonjëherë, ndoshta jashtë vitaminez që ka qenë një kohë tjetër ku ka pas më shumë konsum në treg. Ky mbetet albumi jonë më i suksesshëm. Zemre e buza zbehet, kujt plejhen gjakun dzehet, mër krafet mija thesht. Pasi që e përmendët YouTube-ën, sa kanë përfitime Etnon nga kanali i tyre zyrtar këtu? Faktikisht, vonë ka fillu kjo puna e statistika dhe gjonave dhe thët që me pas, ajo është normal, kush ka qasin këto statistika, din që është, dhe thët, ke informata mujore saj për këtë klikime dhe gjithat në gjonave. Fatmirësisht është aktivizu një bërim i të mirave materiale nëpërmjet formës të YouTube-it, e që definitivisht një mën shumë industrisë muzikës, edhe besoj që ka me rrit kualitetin në muzikës në përgjithësi, edhe njerëzit një farë forme është bo një farë televizioni i vetë administrum YouTube-it, që kanë mundësi edhe qasje me pa çka dojnë ata dhe me kërku çka dojnë ata. Etnon featuring Chaos. Etnon featuring Responsibility. Së fundi fituan dhe çmimin Best Hip Hop në Zhurma Show Awards 2012. A e merituan këtë çmim? Ai tash vjen që me lavdë musafirin në shtëpitë vet, po mirë, ai ta nifëm që kemi pas tradicionalisht një miqësi dhe një tretman ndryshe për muzikën në përgjithësi. Prej vitit 1999, kur është bo dhe editimi albumit tonë të parë, që ka vazhdu fillimisht të njës me biznes, pasaj ka vëllu në miqësi dhe që së të kësa ditë e mbajmë. Po jashtë bizneset dhe jashtë miqësisë, unë e mënoj që i qmeve që ka qenë merituar dhe është bo një përgjede drejtë.
Sa për t'inga smuar pak ne I pyetëm se në cilin shekull do doni t'jetonit nëse do t'kishit mundësi zgjedhje. Shekull, kur mendoj për këto kthimin ose ecje përpara në kohë, fakt, nështë me zhvillimi I teknologjisë edhe koha e tashme që përjetojmë, po përjetojmë shumë gjona të mira dhe që përmirësojnë atë mirëqenjen përgjithësi të njerëzve edhe paramenoj qysh përpara kanë pas nevoja tjera dhe probleme tilla, edhe besoj ky 100 vjetori ka gjetë shqiptar bashkum edhe edhe në kuptimin e shpirtin gjithmonë kanë qenë, po në kuptimin që disa probleme politike kanë qenë ma të teksume në kohën e më këthy mrapa, ashtu që qka jemi të përjetu edhe të pas që në tarë më në veç është të bu ma mirë, atët nuk isha këthy mrapa, që isha përjetu që të kohën e tashme, nësej me shfryzimin maksimal gjitha gjonave që na ofrohen. Edhe pse të suksesshëm në punën e tyre, ata duhet të kenë ndonjë frikë. Cila është fobia e tyre më e madhe? Fobia? Une ma herët e kom pas lartësin si fobi, po tash me kalimin e kohës më ka kalu, nështë ta që kom dojt prej shpisë më ndërtes, më banesë dhe kom nalë shtu që, do në thonë, po te kalej, kështu që është një mundësi e mirë që me tregu si shambull për shkak se ka njerëz që kanë fobi ndryshme edhe për me ka përcy fobia lloj-llojshme është me u përballë dhe me pas që nuk është diçka që do thonë shumë të tepat efektin e momentit. Fobi tjetër diçka se di, inshallah ajo trashësia me këto funën e këtyre mujve, edhe koha dimit e bën atë vetën që nuk I kushton si shumë asaj dukjes, nështë edhe teshat ma trasha, ashtu që nuk I jep rëndësi shumë ajo. Mendoj që tjetër diçka plakja, nëse mujna me full që është një lloj fobie për plakjes, nuk e kom vrej deri tash, po me kalimin e kohës janë nis me menu ose kur të lind fëmia ose kur të bën disa gjona periudha në jetë, janë nis me menu kur shet gjenerata të reja dhe shet që ke ka përcy në për ato, janë nis me menu që ty të pret një gjenerat tjetër, shet diçka dhe thot një familje në mosh pak ma të thyme, shtu që ajo pak shtin me menu është një lloj si nëse me thonë fobi. Fobia që mos po më krijohet ndërkohë në një fobi. Çfarë e kom fobien? S'kam për momentin, po atë e kom fobi mos po më krijohet diçka fobi. Duke I falënderuar për sinqeritetin dhe për kohën që ndonë me ne, ju parashtruam dhe një pyetje të fundit. Por tani që po përfundon viti 2012, për çka pendohen Etnon që nuk e kanë bërë gjatë këtij viti? Pa kur del para kamerës, ato që nëse ai kemi menu para 3-4 javë që ke mujtë me realizu dhe që ke bëhë të hupin. Të është mujtë me menu pak. Jo, që në thonë se qysh funksionën industrijat e na dhe njerës të artistët, atër bojnë ma shumë sa që realisht I kem kapacitetet të ndimse. Edhe I bojnë vetë. Sa për shembull, kishim jetu një kohë tjetër dhe kishim se pjesëtar një popull tjetër edhe artistat popull tjetër, që është ma me pak halës që da, nështë da kishim pasë edhe ndim prej kompanive industriale dhe ishim marrë veç për me dalë me kru në skenë dhe qasë. Po tash shumicën rastëve na I bojmë, jo shumicën rastëve, po thëmë kryk puti bojmë na vetë gjanat, që edhe ato që kanë met pa u realizu në është ta thua, adin mirë që I kemi bo që të, se kemi mujtë edhe shumë që ka me harru. Se industria jonë është, ma e mbytun, për shkak se është në fillet e sajtë para. Nuk e di, duhet më dalë me menu. Edhe, këtu nështë ta e lypje dhe ndimin e publikut me kalëzëm që stasë se kemi bo, që me bo për 2013. Po në menoj që qatë qa kemi kapacitetet kemi bo shumë ma shumë sa që ka qenë prishtë.